Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Do bëjmë leximin e radhës apo javës, sido që ta quani të dashur, dhe po filloj me një letër që tregon finalizimin, ta them shumë. Po filloj me diçka për që ju do përfundoni, ta them kështu të dashur. 10 të gjethes. Flet për një fazë përmbyllje. Një lloj pjekurie. Tani, nuk do të flas se shpeshherë korrigjohem me gjërat, me fjalët që përdor, më shumë spirituale, më shumë, për t'ju thënë, më shumë praktike, ta them të dashur Akrepër, është kjo. 10 të gjethes do të thotë 10 copa të mëdhenj druri mbi shpinën e juaj. Ja kështu ta pasqyroj. Dhe ju është dhënë një detyrë që ata druj ti qoni diku në një vend të caktuar. Ka qenë mund, ka qenë vështirësi, ka qenë barë, shqetësim, por ju po arrini. Ti sjellni ata 10, se 10 gjethet është, prandaj po ju them, ata 10 dru të mëdhenj mbi shpinë që i keni patur, keni arritur, ti sillni në vendin e duhur. Dhe kjo është ai përfundim, finalizim. Sa doj mundimshme të ke qenë në atë rrugë, duke i bartur ato. Jo që vetë keni shkuar dhe keni arritur aty, duke i bartur ato çfarë hoqa, si bëra, si dita ta menaxhoj gjithë këtë shqetësim, gjithë këtë barë, gjithë këtë projekt, gjithë këtë çfarë do që të ketë qenë, bllokim, situatë, stres, mund të jenë shumë gjëra. Si e keni menaxhuar dhe në atë rrugtim të juaj keni marrë gjërat, mësimin që duhet marrë. Ka një mënyrë të them magjike, ta them, apo një dhunti të natyrshme për të udhëhequr, për të ndihmuar nga ana juaj dhe shëruar të tjerët, veçanërisht sikur ka të bëjë kjo situatë diçka me fëmijët, të dikujt tjetër të juajin përreth diçka, po diçka ta them që shumë për shpirt për ju. Po e lidh me fëmijët, nga që fëmijët janë bota jonë, absolutisht, vetjeta. Dhe që janë të pambrojtur, që kanë nevojë për ndihmën e juaj. Kjo ka qenë ndoshta barra, ju është dhënë një detyrë që të përkushtoni për diçka, për dikë vërtet. Çfarë do që të jetë tani? Nuk do thot patjetër për fëmijë, por që e mora si shembull nga që kam letrën damara që thot këto. Të kërkohet të përdorësh këtë dhunti, këtë dashuri, këtë magji që keni brenda për të ndihmuar dhe shëruar të tjerët. E thot në veçanti fëmijët. Qoftë për të ndihmuar dikë prandaj ose për të nisur një rrugë kur ky talent apo kjo dhunti do jetë në shërbim të atyre më të brishtëve. Këtu keni kujdes pra. Mbreti i zemrës, ky është njeri i plot energji, shumë i dashur, i mençur emocionalisht, me një aftësi të madhe për të hequr me dashuri dhe dëmshuri. Mund të tregoj në fakt një aspekt tëndin që po rritet në thirrje për të mishëruar më shumë mbretërinë e ndjeshmërisë dhe atë urtësinë emocionale. Do të thotë sikur po kaloni nga ajo pesha e rëndë, duke marrë gjithë atë mësimin, çfarëdo që keni përjetuar, tani duke e kthyer gjithë atë në fuqi, në dhunti për të ndihmuar të tjerëve. Prit se unë isha këtu. Në atë kuptim. Unë të them, apo unë di çfarë mund të bëjmë më tutje. Dhe pas gjithë këtyre, është ajo që vjen të dashur apo gjëja që është drejtësia. Lidhje shumë e fortë, absolutisht me gjitha këto. Është një ftesë për t'ju treguar, por një energji që janë duke u vënë gjërat aty ku duhen. Drejtësi natyrore, cikleve, instinkteve, të kërkohet të veprosh nga një vend autenticiteti të ndjeshmëri, do të jeni të drejtë, të karshi dikujt, apo të jetë dikush i drejtë karshi jush, të sinqertë dhe të drejtë. Gjithë kjo barë që keni përjetuar do të bëjnë një ndryshim brenda jush
të jeni të sinqertë, të dashur Akrepër, të jeni të drejtë dhe të shikoni vërtet, ti peshoni gjërat në këtë peshore. Mos bëni, mos ndjeni, të them, apo mos shkaktoni ndonjë padrejtësi. Përdorni këtë dhunti tuajën për ata që janë më të brisht, jo që janë më të dobët, por që e kanë nevojën tani më shumë për ju, ndihmën, energjinë. Nëse nuk mund t'i ndihmoni, mos i bëni dëm. Për kë jam duke lexuar, nuk e di, por që mundoni të mos bëni dëm. Ajo barë që është mbajtur mund të jetë mësim për ju, por mund të jetë kjo drejtësi që kërkohet nga dikush tjetër karshyush, por mund të jetë që të silleni vërtet si të jeni në këpucët apo në rrugtimin e ndonjë tjetri. Pra do thot gjitha këto ju tregojnë që rruga juaj kërkon të veprosh nga zëmra, të mbash një lidhje të gjallë me natyrën tënde dhe të mbrëmshme, dhuntin që ke, të pastër, është një shtrirje shumë e bukur dhe e ngrohtë dhe kogja fuqizuese, të dashur. Është paksa e koklavitur në çfarëdo lloj situate të jeni, kërkon të jeni vetvetja dhe gjithmonë të prekni në veten e juaj para se të veproni te dikush tjetër. Faleminderit të dashur Akrepër që ishit këtu me mua. Nëse ky lexim ju dha diçka sot, absolutisht i do lutesha që të vini dhe një herë tjetër. Këtu gjithmonë do gjesh diçka që flet për ju, me ju, apo për ju, një ndihmë sa të vogël në rrugtimin e juaj. Qofshi bekuar të dashur Akrepër.